Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion. Do flasim sot për një cikël të jetës, që është pleqëria. Fakt është normalitet, është fat që të vi pleqëria. Këtë i thash një zonjë sot, u ndeshëm bashkë në sportelin e bankës, ajo me zi erdhi ul, edhe nuk shikon të mirë, me sa duket edhe roja ndihmoi i dha numrin, dhe pastaj tha, po pse vjen vetëm, pse s'të sillin fëmijët? Nuk din të çfarë thoshte, siç nuk din shumë njerëz në moshë çfarë të thonë, por në fakt nuk ka asgjë. Nuk ka asnjë turp për të thënë që fëmijët janë në punën e tyre, janë në ciklin e tyre të jetës, ndërsa ne jemi në këtë cikël të jetës, që po kemi nevojë për ndihmë, që po kemi nevojë për njëri tjetrin, po s'ka asgjë për të turpruar. Përkundrazi është një fat i madh që të gjithë shkojmë drejt atij cikli, sepse shumë njerëz nuk e kanë pasur këtë fat. Në Shqipëri flitet pak për këtë cikël, për këtë mosh, flitet shumë pak. Edhe kujdesi, me sa duket, ka çalon, si për shumë shka tjetër. Në një prej bisedave që kam bërë në studio me zotin Bardhyl Reso, i cili është kontributori i Dritares, ai tregoi për një mikun e vet të dashur, zotin Nasho Orgaqi, në ditët e tij të fundit, në një qendër ku e takoi. Dhe tregoi që ky është normalitet. Ne të gjithë e dim, tha, kur jemi atje, sepse zoti Reso jeton në Amerikë, ne të gjithë e dim ku do shkojmë dhe kush është stacioni ynë i fundit dhe si e kalojmë kohën. Dhe më premtoi që do shkonte një ditë në një qendër të tillë për të më treguar më shumë. Jo vetëm ka shkuar, po ka shkuar edhe në një qendër që është shqiptare. Apo jo? Mirë se erdhës zoti Reso. Dina, vërtet është gjithnjë më ka shqetësuar. Jo vetëm mua që jam vetë një person i moshës së tretë, pavarësisht se deri tani nuk kam pas në një nevojë speciale ndihme, por sido që tjetër, problemi i trajtimit të moshës së tretë nuk është vetëm kur njeriu të bëhet i pamundur. Trajtimi i moshës së tretë duhet filluar që në atë kohë që njeriu lëviz, njeriu ka aktivitet, njeriu duhet të shoqërizohet me miq, me shok, me njerëz të tjerë. Prandaj pikërisht sepse mungesa e komunikimit me shok, me miq apo me të panjohur, mungesa e ndërveprimit është një prej arsyeve që ti kalon në depresion dhe më pas në demencia, edhe në demencia, se duke mos pas kontakte me njerëz, vetvetiu krijohen kushte që e çojnë atë ritmin e pleqërisë akoma më shpejt. Prandaj qëllimi i këtyre qendrave ka qenë pikërisht kjo, që njerëzit të kenë mundësi të bëjnë të kalojnë një ditë shumë më të kënaqshme. Për ne edhe këto kanë marrë dhe emrin që kanë pas ato kopshet e fëmijëve në Amerikë, daycare, që shkojnë fëmijët për një kujdes ditor, edhe këto qendra këtu për të moshuarit, daycare quhen, po janë daycare, pra janë të kujdesit ditor, ti nuk qëndron aty gjithë ditën, ti shkon. Jo. Shoqërohet, socializohet. Nuk janë këto si që janë nursing home-et, që personi është i smur, ka nevojë për ndihmë të specializuar. Këtu përgjithsisht të gjithë njerëzit janë të aftë të kryejnë veprimet e tyre personale. Këtu çfarë kanë këto? Këtu vinë në mëngjes, do t'i shpjegoj menaxherja më vonë. Ja, kjo është shumë e bukur. Ja, ndjes vetëm një moment, se më pëlqen kjo që ju tani nuk jeni vetëm kontributor në analizën e Shqipit, por tani doni të sillni dhe përvojën e Amerikës në Shqipëri. Edhe kur më tha do ju prezantoj, ishte më pëlqeu shumë. Faleminderit. Unë mendoj, Zarudina, që një mënyrë e tillë mund të organizohet shumë mirë edhe në Shqipëri, ose nga biznesmen, ose dhe nga një kombinim i ndihmës që mund të bëjë shteti me organizatat shoqërore, edhe se sigurisht duhet një subvencion. Nuk është e mundur, domethënë, pa një subvencion, sepse përgjithsisht janë shpenzime të mëdha. Njerëzit shkojnë i marrin në shtëpi me makina, i bien këtu. Ambienti këtu kuptohet, është një goxha ambienti madh, si do ta shikoni edhe më vonë. Po vetëm për shqiptarët është qendra?
qendra këtu, kjo është dhe tipike e veçantë, që qendra është shqiptare. Sa bukur. Ka emrin Shqiponja, dhe administrohet dhe, dhe më thënë, krejtë veprimet që lidhen me marrëdhënie që këto kanë me kompanitë shtetërore që ndihmojnë në këtë drejtim, janë të bëra vetëm nga shqiptarë. Edhe kjo është e para që hapet në këtë qytet, në një kohë që këtu kanë pasur rusët, do me thënë flasë rusët me komësi amerikane, apo polakët me komësi amerikane, apo të tjerë, të latino në basë se të apsistë me nështësi amerikane. Por kjo është një sukses i madh vërtet, që një grup një biznesmene shqiptare arriti me një kurajo, se është një goxha investim. Se është një zonjë që e ka bërë këtë gjë? Po, bashkë me bashkëshortin. Ajo e ka pas më para këte për biznes, restoranta, nuk e di, dhe e ka adaptuar për ta bërë një qendër për të kaluar ditën nga mëngjesi deri në ora 4, mosha e tretë. Burra dhe gra. Qifte, burra dhe gra, ose gra të veja, ose edhe mund të ketë në një burë, që mund të ketë dhegur gruja, nuk di olsira në këte drejtim. Por është, do më një ato të ndigjoni dhe vetë, kur të ashtu Elena që do të tregoj dhe ambientet në mënyrë më detajuar. Ja, unë po, lidhem pak me Elenën, dhe pastaj në fund do doja të flisjem përsëri bashkë. Sepse unë ju falemnderit realisht, që ju më tregoni tani edhe realitete aty, përveç se perceptime edhe realitete të shqiptarëve të Amerikës, që ne mund t'i kopjojmë, nuk ka asgjë të keqe, por ne mund t'i njohim. Sigurisht. Unë nuk e di, me ato punë që janë bërë në Tiranë, unë nuk rritë të diskutoj si janë bërë, si janë bërë, se merren të tjerë me ato punë. Po unë mendoj që Tirana, me ato iniciativa që ka bërë deri tani, mund të bënte fare mirë dhe një gjë të tillë. Jam i bindur që mund të realizohet. Atëherë, do të kisha Elenën, është Elena Caci, apo jo? Elena, dhe ndërkohë regjia juve tani do bindeni që kjo gjë është realizueshme edhe në Shqipëri. Ja, të shikoj edhe. Rudina do të masit po do jemi përsëri. Do lidhemi përsëri. Po, ndërkaq, unë do doja pak figurë për të kuptuar si është qendra Shqiponja dhe është Elena Caci, që ja ku është. Elena shqiptaro-amerikane apo vetëm amerikane? Shqiptaro-amerikane, patjetër. Unë jam menaxherja i qendrës Shqiponja, siç e tha dhe zoti Reso. E kam menaxhuar biznesin e zonjës Pavlina Tollkuçi, e cila do ta mundësojmë dhe pak më vonë të na përshëndeti. Pra qendra Shqiponja është kryesisht për shqiptarë. Ku jeni ju? Në çfarë shteti jeni, në çfarë qyteti jeni? Jemi në qytetin e Ulsterit. Po, në qytetin e Ulsterit të shtetit Massachusetts. Dhe është për moshën e vet, 65+, dhe të gjithë marrin pjesë, ne organizojmë patjetër që kemi transportin ton, që sigurohet nga qendra jonë, dhe marrim pjesë që në orën 8 të mëngjesit. Pra, siç e tha dhe zoti Reso, jemi në një moment përsërisi në daycare i fëmijëve, paga shumë është pjesa ditore që neve mundohemi të kenë të zënë me aktivitete, pra të kalojnë një ditë sa më të bukur dhe të mos jenë të mërzitur, se dhe gjuha është problem këtu për moshën e tretë. Nuk është se të gjithë kanë erdhur dhe kanë mësuar anglishten, dhe jetojnë për zona që jo të gjithë kanë komshinj shqiptar. Elena, se the erdhur nga Korça je ti? Po, nga Korça. Po normal, se s'mund të ndodhë ndryshe. Patjetër ka shumë shqiptar në këtë qytetin këtu, të Ulsterit ka shumë shqiptar nga Korça, dhe unë jam nga Korça, po. Sa po mundosha që të mos kapesh e ky moment që unë jam nga Korça, po si, unë nga Vlora, nga Korça i kam këtu. E di që pronarja është nga Vlora me origjinë? Jo, vërtetë? Ja. Po! Nuk ndodh nga Vlora.
I ndjekun ose më ndjekin ata. Jo, është e vërtet një fakt që vlonjatët janë të zotët. Nuk kam fjalë, por çarët janë shumë të zotët gjithashtu. Jo, vlonjatët janë të zotët dhe korçarët. Unë po them përgjithsisht shqiptarët gjithmonë i kanë bërë vend vetes këtu dhe unë gjithmonë shikoj që në çdo, domethënë në një dyqan një nga pronarët e shqiptar, në një biznes tekstil nga kjo është e para, domethënë e bukura në qytetin e Ulsterit, është se Shqiponja është dekeri i parë shqiptar që është hapur. Dhe ne kemi bërë shumë reklam në fakt, jemi munduar që të gjithë ta kuptojnë se si është, se të gjithë i tremben, mosha e tretë i trembet ju duket sikur është do vjen aty dhe do t'i lënë fëmijat, nuk do t'i marrim prapë në shtëpi. E kupton, është pak e vështirë për t'i bindur, po kur vim për një vizitë dhe shikojnë që është 6 orë program, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 2:30 mbasdite, varet në transporti që i çon përsëri në shtëpi. Kaloj një kohë shumë të bukur, fillojnë me mëngjesin orën 9. Elena, më fal, ndjes vetëm një moment se mirë me që është tani, sepse ne kemi shumë foto dhe video, por regjia me që është orar dreke këtu, dhe vetëm ushqimet, ju fiksua ushqimet. Po, kuzhinjeri ato në shqiptare. Po pra që të gjërat bukura kështu. Po, është gjithmonë. Dhe ata i pëlqejnë shumë ushqimet dhe janë shumë falenderus gjithmonë, thonë që krijoni ato idetë tuaja për të na sjellë, domethënë gjëra të vjetra që as në shtëpitë tona thotë nuk i gatuajmë më. Po kush gatuan aty? Gatuan Mariana Miçi, është kuzhinjere shqiptare. Ne jemi shumë të kënaqur. Ata gjithashtu kanë edhe gjithmonë një herë në muaj ne ju vëm ora e gatimit për shembull dhe marrim pjesë vetë siç ka gatuar për shembull biskotat e Këshillinës apo sapo bën ballokumet e ditës së verës. Kishëm një zonjë nga Elbasani dhe ta patjetër që do të mësoj, patjetër që do marrim pjesë të gjithë. Me planin tonë kishëm organizuar, ishte ditë e premte, si gjithmonë fundjavat festohen më shumë. Kishëm organizuar që të bënin ballokume për të gjithë dhe zonjat tona krijuan, bën ballokume me ndihmën e Marianës, që është kuzhinjeria jon, dhe u shpërndam të gjithëve nga ajo në fund të ditës përpara se të ikne. Sa bukur, domethënë krijuat e sollët aty festën e verës, sollët pak Shqipëri aty. Flasin të gjitha zonjat dhe zotrin flasin shqip me njëri tjetrin. Domethënë është shqiptare 100%. Ky është momenti 7 marsit, kemi festuar 7 marsin se kemi 13 mësues që janë pjesëmarrës të qendrës ditësore, janë 13 mësues dhe kemi festuar dhe 7 marsin. Ishte patjetër një ditë e veçantë. Për të gjithë se thanë që në Shqipëri nuk e kemi festuar ndonjëherë këtu, se në Amerikë nuk është 7 marsi festa mësuesit. Domethënë ishte shumë të lumtur që ne kemi prekur të gjitha festat shqiptare. E sa u preka tani dhe se pata mendjen një moment, se po shikoja ato zonja dhe po mendoja për Timem, që me 7 mars u mblodh me shoqet e saj mësuese, po vërtet sa e vështirë është për këto zonja që dikur kanë qenë idhuj të nxënësve të tyre dhe tani vjen një moment janë asgjëkundi, janë në mjegull, në një mjegull që sa bukur që i bashkoni dhe ju kujtoni festat, sa bukur. Patjetër, gjithmonë, edhe 8 marsi ka qenë, kemi shkëputur disa foto nga 8 marsi, që kemi pasur një festë shumë të madhe për zonjat. Kemi krijuar një aktivitet shumë me gatime tradicionale, nga një dhuratë të vogël, disa lule, sa për t'i kujtuar edhe për të festuar këtë ditë të veçantë të femrës. Pra, Rodina, kjo është programi dhe ne jemi shumë të lumtur në fakt. Unë jam shumë e lumtur që punoj në një ambient me shqiptar, flasim shqip gjithë ditën, aktivitetet janë shqip. Gjimnastikën e bën një goca që është e trajnuar për këtë punë, bën gjimnastikë çdo ditë dhe është në fakt e dhënë me doktoraturë që duhet të bëjnë 30 minuta çdo ditë gjimnastik. Në orën 11 pastaj kanë një aktivitet më shumë për memorien e tyre, për të mbajtur memorien. Kanë dhoma të cilat janë kushdo të qëndrojë në një vend personal dhe të lexojë një libër. Kemi libra shqip, pra marrim libra nga biblioteka e qytetit të Ulsterit që ka libra shqip, jemi regjistruar atje, i marrim, ja u mundësojmë në qendrën tonë, i marrim dhe nëpër shtëpia, nëse kanë dëshirë që të vazhdojnë leximin në shtëpi, dhe i rikthejmë përsëri patjetër. Pasaj në orën 12:30 të gjithë kanë dëshirë shumë, ne kemi një park afër me liçen dhe kanë dëshirë të gjithë të bëjnë një shëtitje 20 minuta, të shoqëruar me staf gjithmonë,
Dhe në orën 1 është dreka. Dreka që sa më pam tradicionale shqiptare. Po ka që mirë është dreka për herë, ka që shumë, në më thënë se më bëri shumë për shtypje. Gatime shqiptare, gjithçka aty, të gjitha. Po, në bazë të rregullores që ne kemi, se patjetër kjo funksionon, domethënë duket shumë pqef, duket shumë argëtim për të gjithë, por ne jemi të bazuar në rregullore. Dhe dreka është gjithmonë një supë, domethënë në masën e dur 6 oncë, thuhet këte me rregullore, dhe është pak protein, është pak grain, edhe salata, domethënë gjithmonë duhet jenë këto për ditë në përtetësimin e tyre. Jo, mbërsirat me raste. Fruta. Fruta, kafe dhe çaj. Jo, ëmbëlsira. Ëmbëlsira ne festojmë ditëlindjet. Ditëlindjet e çdo kujt që janë, i festojmë për ditë gjithmonë, edhe Mariana mundson kuzhinjeria ton, na bën ndonjë ëmbëlsirë të veçantë. Korçare keni besoj, jo nga Vlora. Korçare dhe Mariana shkorçare. Sa bukur. Dhe duket, jo, okay, gjithmonë në foto gjithçka është e bukur, gjithmonë foto dhe video janë bukura, po vërtet ndihet gëzimi dhe ndihet që ato janë të gjalla të gjitha, ndjen gjallëri, që unë nuk ken ndjen zakonisht. Më beso kur të them mezi presin të vinë në mëngjes. Mezi presin, kemi atë momentin, domethënë 9:30 përpara gjimnastikës, që pim të gjitha kafen dhe mblidhemi dhe stafi të gjithë, domethënë ne kemi 12 veta staf bashkë me shoferët dhe mblidhen të gjithë, mblidhemi në kafja, shpenzojmë gjysmore, bëjmë muhabet, domethënë bashkë bisedojmë, çfarë ankesash kemi, çfarë dëshirash kemi për në të ardhmen, ose si do ta festojmë këtë festën e radhës. Domethënë ai është momenti mezi presin të gjithë. Kafe, domethënë dhe kafe ne keni shqiptare, se vetëm në një kafe në Shqipëri e rinë gjysmore. Po patjetër ambienti është shumë i veçantë i kafes. Është shumë i veçantë. Domethënë që në momentin kur unë të hyj me kamerën tek dhoma e kafes, ti do ta shikosh, do thua tipike shqiptare dhe dhoma. Sa bukur. Domethënë, dhe kjo zgjat deri në orën 16. Deri në orën 2. Po. 14. Deri në orën 2 pas ditës. Pastaj ju çoni të gjithë në përshpia. Patjetër, shoferat marrin një schedule, një plan, dhe në bazë të adresave të tyre fillojnë i shpërndajnë. Të gjithë sigurohen që ata kanë hyrë, domethënë deri tek dera e shtëpisë ose e pallatit ku ata jetojnë, domethënë ne mbajmë përgjegjësi që në momentin e marrjes në mëngjes që hynë në fugon dhe deri në momentin që neve i lemi dropim off në vend banimet e tyre. Ata janë kryesisht njerëz që jetojnë vetëm apo ka që jetojnë dhe me fëmijët? Ka që jetojnë me familjet, me fëmijët, dhe fëmijët janë shumë falenderus për këtë. Janë, domethënë, vinë 6 ditë dhe nuk janë të lodhur, thonë që patjetër do marrin pjesë, patjetër kur i konfirmojmë ne nëse do jenë ditën tjetër, se në bazë të konfirmimit të tyre bëhet edhe schedule plani për shoferat. Gjithmonë janë, po patjetër do vim. Por kjo është edhe pak ka të bëj pjesëmarrja e tyre, se sa ditë do të jenë pjesëtar në qendrën tonë, ka të bëj edhe me siguracionin. Ç'do të thonë? Pra, siguracioni i shëndetit është i pari që mbulon se sa ditë dëshiron që ky person meriton të vinë në këtë qendër. Mund ta kuptoj këtë gjë sepse nuk e kemi të qartë se ne kemi ndryshe. Domethënë, ata nuk paguajnë direkt vet, kjo paguhet. Jo, nuk paguajnë. Është hapur, për neve është hapur, dhe në qoftë se njerëz duan të vinë dhe të paguajnë nga xhepi, e thënë domethënë shqipsha, mund ta bëjnë ata. Por përgjithsisht të shumica e klientëve tanë janë të mbuluar nga siguracioni. Pra, siguracioni i shëndetit thot që e diskuton vetë klienti, bën një kërkesë, thot është hapur një qendër që mua më ndihmon të flas shqip, se nuk kuptoj shqip në ambientin ku jetoj, në pallatin ku jetoj, dhe sa ditë meritoj që të shkoj. Dhe inshurenca patjetër që është një infermiera, një psikologe ose terapiste që vendos, janë dhe të gjitha të inshurencës që bëjnë balancin se sa fitime ka pasur ky personi për të gjithë vitin, dhe deri me konkluzionin, le të themi 4 ditë në javë. Dhe thot 4 ditë në javë, ti për arsye që domethënë të mbash mendjen larg problemeve, se këta e përmendin shumë që mungon Shqipëria, se kanë jetuar ande vite, domethënë të jetën e tyre.
Kjo është gjë që është kryesore, i mungon Shqipëria. Kjo është gjë kryesore që ata thonë, dhe kjo është gjë kryesore që ne na ka erdhur se bashkangjitur me konfirmimin e inshurancës se në sa ditë ata janë aprovuar, ne na vjen edhe arsyeja pse. Pra, duke parë dhe në arsyen pse, nëse ka një histori mjekësore, për shembull diabetin ose një gjë tjetër, ne kemi infermiere këtu. Pra, infermiera do t'i kushtojmë shumë vëmendje. Nëse kemi dikë që është ankuar dhe thotë që unë kam nga depresioni, jam në ankth, jam vetëm, fëmijët e kam një në Angli, një në Amerikë, një në Shqipëri, po kam erdhur këtej se këte janë benefitet më të mira, domethënë gjërat më të mira, atëre punonjësia sociale ban më shumë përgjegjësi, domethënë kujdeset më shumë, e merr flet pak më shumë, shpenzon kohë më shumë, domethënë duham që dhe shëndeti i tyre mendor dhe shëndeti i tyre fizik të jetë patjetër i mirë, pavarësisht argëtimeve të gjitha gjërave të tjera që ne prezantojmë. Sa interesante, pra, me sigurimet. E kjo është shumë e rëndësishme. Sigurimet që janë edhe private, mund të jenë sigurimet shëndetësore, por edhe shumë interesante kjo gjë. Për ndryshe, ti nuk je i penalizuar nëse nuk ke sigurime. Ti shkon e paguan vetë, për shembull. Patjetër, shkon e paguan vetë, por është një shumë, domethënë, jo e përballueshme për pensionistët, le të jemi real, domethënë është luks, le të themi kjo gjë që ju ofrohet. Luks në kuptimin, domethënë, jo ndonjë gjë e egzageruar, por është argëtim. Nuk është gjë shëndetësore në kuptimin je në spitalin shtruar edhe ke një problem madhor. E kuptoj. Dhe është e detyruar inshuranca të mbuloj. Patjetër duhet të kesh diagnozat e duhura për t'u aprovuar. Gjithsesi, unë vazhdoj të pyes për këtë fakt që ti s'ta aprovoj sigurimet, ti mund shkosh të paguash vetë. Të vishat. Po, patjetër. Të vishat. Ju e keni të hapur. Dritarja dhe dyert tuaja janë të hapura. Absolutisht, ne kemi thënë për shqiptarët, për arsye se kapaciteti i pjesëmarrjes është 75 dhe kemi thënë vetëm për shqiptarët, po janë të mirëpritur të gjithë, se në fakt ne nuk bëjmë dallime, nuk mund të bësh në Amerikë një dallim që të thuash, jo, kjo është vetëm për shqiptarët, amerikanë edhe të tjerë nuk janë të mirëpritur, absolutisht janë të mirëpritur. Por ne po mundohemi që keni vende të lira? Jo, me qënë se kemi domethënë kapacitet në shqiptarëve 75 dhe ne mundohemi ta mbajmë vetëm me shqiptar, me shqipfolës, edhe stafin ne përzgjedhim shqiptar, të them të drejtën. Se është më thjesht edhe për vetë ata, për shembull shoferit jetë shqiptar, të marrë vesh ku është adresa që do ta marr apo do ta çoj përsëri. Dhe plus që ata atyre u mungon Shqipëria, Shqipërinë e keni sjell aty. I keni vënë dhe emrin Qendra Shqiponja, nuk e di. Qendra Shqiponja është gjithandej kemi marrë detaje nga Shqiponja. Po. Pronaria Pavlina Tollkuçi. Te zyra ka dëshirë që të thot dy fjalët e saj. Zonja nga Vlora. Zonja nga Vlora. Me kënaqësi. Darejsto. Ajrudina. E ti si thashëm në fillim, i thashe gjitha me njerë që Elena është nga Korça dhe i thash më ndjekin mua, unë nga Korça, unë nga Vlora. Nga Vlora ke pronaren, tha. Si nga Vlora jeti? Po. Që jemi në vlonjatët. Të lumë të mendja që e ke bërë kaq bukur atë vend, është një kontribut i jashtëzakonshëm për shqiptarët. Unë jam e lumtur që Zoti Reso, që është kontributori dritares, më njoh me vendin që keni krijuar ju. Urime. Shumë faleminderit, prandaj desha të thosha një dy llafe, sepse të gjithë më thonë mua që si lindi kjo ide. Unë kur kam ardhur këtu, kam ardhur në 94, edhe 4 vjet, 5 vjet më mbrapa solla prindrit. Si erdhëm neve nga Shqipëria, mundoheshim se nga që ishim në Amerikë, erdhëm prindrit, moj veshje, në ushqimin, të kompensonim ato që na mungonin në Shqipëri. Dhe prapu nuk i shikoja ata të lumtur. Kuptova që ata më shumë ju mungonte ana sociale. Atyre nuk ju bënte përshtypje asnjë gjë. As që hanin aq mirë, as që i vishja rroba unë, ose ke parasysh ato gjëra që ne na mungonin në Shqipëri,
t'ua japin prindërve sa më shumë. Gjëja që atyre u mungonte më shumë ishte jeta sociale. Dhe kur nuk do ta harroj dhe fillova pasaj që të kërkoja që ku mund t'i çoja unë prindrit e mi. Dhe si përfundim gjeta një qendër tjetër si kjo jona dhe e çova babin me mamin atje. Ditën e parë që ka ardhur babi në shtëpi, i thash babi si ja kalove? Tha, ja kalova shumë mirë, tha. Unë e di sa shumë përpiqesh ti, tha, por na duke i vetja këtu, tha, si kur ishim në burg. Sepse unë ikja që në mëngjes, punoja, vija në darkë, ata vetëm, në atë kohë s'kishte as televizor shqiptar, se tash i ka televizor edhe. Dhe ajo më ngeli në mendje. Te ajo vendi që shkonin këta, ishin, nuk ishte komplet shqiptare, ata janë rus, megjithatë ata kanë bërë punë shumë të mirë dhe unë ua di shumë për nder që prindërit e mi për kaq vjet ishin pjesëtare e asaj qendrës, po gjithmonë në mendjen time isha që pse mos të ndërtoj diçka vetëm për shqiptarët, për këtë brezin e prindërve tanë që punuan dhe luftuan gjithë jetën. Të gjithë e din se si kanë punuar ata në komunizëm dhe dolën me $100 pension. Dhe fëmijët e këtyre prindërve tanë të gjithë punojnë shumë. Dhe mundohen me të gjitha mënyrat që t'i bëjnë ata të lumtur. Mirë po, kjo që ndërtuam neve këtu është një shtojës që ne t'i bëjmë prindrit tanë të lumtur. Do të t'jap Elenën që të flasi vetë me disa nga këta. Do doja t'i njëja, por parë se t'i iki, po ju them që unë u preka shumë dërsa flisnit, edhe prandaj s'po flisja, se po mendoja që unë nuk ja u sigurova dot prindërve të mi këtë gjë. Edhe pse ne jemi në Shqipëri, ata erdhën nga Vlora, erdhën në Tiranë dhe patëmendja e ndjerë të huaj gjithkohës. Më thënë i mungonte Vlora, i mungonin miqt, i mungonin njerëzit që kishin lënë atje. Dhe unë nuk e kuptova këtë gjë që ju kuptuat. Unë nuk e kuptova. Unë mendoja që ata ishin mirë se unë isha mirë. Kështu që më prekët padyshim edhe më gëzuat, më kënaqet, uroj që njerëz të tjerë t'ju shohin dhe ta kuptojnë këtë gjë dhe ta bëjnë për prindërit tanë. Urime zonjë. Ne të dyja duam të thyejmë atë konceptin, sepse kemi marrë shumë feedback që thonë që e ngatërrojnë këtë me nursing home. Jo. Kjo është një Shqipëri e vogël, si shkojmë neve në Shqipëri që pim kafen, që mblidhemi të gjithë dhe synimi jonë aty ka qenë, që të vinë këto, të pinë një kafe, të bënë një muhabet dhe ju them të gjithë dhe hajde provojni një herë. Dhe të gjithë ata që vinë dhe e provojnë një herë, thonë që që s'kemi ardhur më përpara. Do të tuam të thyejmë atë konceptin që kjo është vetëm për të socializuar. Hajdeni, gjeni një Shqipëri të vogël. Shumë faleminderit, Rudina, unë të ndjek shumë dhe prandaj dhe të zgjodha ty. Helena, do ta vazhdoj atë pjesën tjetër të... Faleminderit. Do shëtisim pak me Helenën tani, të shikojmë... Ja me fakt që e kam Helenën. Shumë, një mrekulli e ke. është e veçantë. Forca me Vlorë. Forca me Vlorë. Faleminderit. Faleminderit. Elena, lëvizim pak ne të dyja të shikojmë. Tani sa është ora aty? Tani është ora 10:30. Se është ndruar ora këtë nga ne pak më përpara. Tani për momentin është momenti kur ata po bëjnë gjimnastikë. Është momenti i gjimnastikës. Okej, koka drejt që thomi nuk kam sekonda. Dhe filloj bëjmë lëvizjen. Prapa, 3, 4, vazhdojmë. 1, 3, 4, edhe një me përsërisim. 1,
2, rata, 3, Rutina dhoma që po të flisja pak më parë, është dhoma këtu, që është tipike dhomë shqiptare. O, sa bukur. Dhoma e kafeçkave. Sa bukur. Me qilim e me... O, sa bukur. Me vatre, zonja tona, ja dhe Skënderbeu. Ja, pas ka dy zonja aty që po pinë kafe, ti përshëndesim, apo mos i shqetësojmë? Ti përshëndesim. Përshëndetje! Përshëndetje, zonja! Sini, Mirë, sini ju, nga ju kemi? Faleminderit nga Korça. Nga Korça? Po si po kaloni aty? Kë po flasim? Me kë po flet? Oh, Rudina! Përshëndetje, Rudina! O, gazetarja që kam fiksin. Ju përshëndesim, si kaloni? Kalojmë shumë mirë, po donim të dinim si kalonit ju dhe donim ta njinim këtë qendrën që na ka treguar shumë ai zoti Reso, na flet gjithkohës edhe tham t'ju njohim. Shumë mirë kalojmë. Mirë s'ka ku vete. Vim këtu, kënaqemi me të gjitha, me argëtime, me gjimnastikën, me ushqimin. Për Korçën nuk ka marrë malli. Korçë mos e pjetë, me zi presin të na vi qeshori koriku të vim. Pse veni në qeshor korik në Korçë? Jo çdo vit. Ka 3 vjet s'ka vetur. Apo sa e bukur është bërë? Korça është shumë e bukur. Më e bukur se aty është Korça. Si po mos ne qemi nga Korça, na pëlqen që ta lëvdojmë Korçën. S'ka gjë. Edhe ne që si jemi e lëvdojmë, na pëlqen. Po ju qofshi mirë, e kalofshi sa më mirë edhe... Shumë faleminderit që komunikuam edhe bashkë, kam pasur fiksim të jetën. Po pse kështu? Shëndesim. Më ke pëlqyer shumë si gazetare. Faleminderit shumë, Ropsh. Faleminderit. Kalofshi mirë, zonja. Qofshi mirë. Si thashun, dhoma e kafeçkave, tamam, aty ka e dhoma, ishe dy zonja nga Korça. Do vemi në një dhomë tjetër? Patjetër. Kjo është dhoma e infermieres? Na falni, se mos po bezdisim. Mirdita. Mirdita. Si jeni? Infermierja jonë është 6 ditë javës, nga hëna deri në të shtunën, është prezente për çdo nevojë që klientët kanë, ndonjë ankesë në momentin e ditës, ju kontrollon tensionin, për momentin kemi zonjan Pyqete Kalaj, Geta, e cila do kontrolloj tensionin. Ajo është për punën e saj tani dhe ne e bezdisim. I kërkoj ndjesë se kush e di si e ka tensionin, nuk po ju shqetësojmë. Faleminderit. Faleminderit, punë të mbarë. Faleminderit. Sa interesant, pra dhe dhoma, është aty dhoma e infermierisë, për çdo gjë është dikush që kujdeset. Edhe një vajzë që është shqiptare, është gjithashtu shqiptare. Është shqiptare, por Nela ka qenë infermiere në Shqipëri dhe ka qenë infermiere, domethënë eksperjenca e saj është në infermieri gjithmonë. Dhe absolutisht që është në fakt me rregullore, është e detyruar që ne të kemi infermier. Se siç e thash kemi të bëjmë me moshën e tretë dhe çdo gjë mund të ndodhë, është me rregullore që një infermier duhet të jetë në ditë prezent, të paktën në orët kur klientët janë në qendër. Tjetër do më tregosh diçka tjetër? Ja, Reson në Pavlinën që po pin kafen. Si ndajmi, ne po pin kafen tani. Tani është domethënë kuzhina, banjat, edhe një dhomë tjetër që në fakt ne e përdorim për parukeri. Është një parukeri që vjen një herë në javë për të gjitha zonjat që kanë dëshirë të presin flokët. Por për momentin në fakt e kemi pak rëmull. S'ka që mos e vrit mendjen fare. Rëndësi, edhe kjo është e bukur që ju e keni një parukeri, sepse kjo është shumë e rëndësishme që ato të ndihen të bukura. Patjetër, kanë dhomën e tyre për të gjitha ajo
Po, të gjitha këtu. Rëmuje quan ti se nga Korça, po aty s'kishte rëmuj fare. Patjetër, edhe për 8 marsin, parokieria ka marrë pjesë, i ka zbukuruar zonja tona, janë gëzuar shumë. Domethënë rëndësia që ato marrin nga ne, nga çdo detaj që ne krijojmë ose çdo aktivitet i ndryshëm, që është ditë javës janë aktivitetet të ndryshme. Unë po shkoj pak në fakt te pjesa e kalendarit. Çdo muaj ne nxjerrim një kalendar mujor me planin e muajit, domethënë se si do ta shpenzojmë këtë muaj. Pra pak a shumë janë të përgatitura, e dinë se si do jetë dhe shqiponja këtë. Ja dhe shqiponja aty. Pra kjo është, nuk e di, Shikoj kalendarin. Është kalendari mujor që është pak a shumë i planifikuar me aktivitetet, me dyqanet, me çdo organizim i të gjitha ditëve, domethënë të muajit, se si e kalojmë ditën. Pra që nga mëngjesi, gjimnastika, tensioni që shpenzojnë gjysmore me infermieren, loja, muzika shqip, dreka, diskutimi në grup dhe domino ose bilardo ose televizion. Çfarëdo që preferojnë. Pra mund të jenë edhe të lirë, nuk është e thonë që duhet me patjetër të ndjekin planin ton. Nëse ata kanë dëshirë që të jenë vetëm, distancohen, shkojnë tek një dhomë andaj që është për të gjithë për aktivitetet e pavarura i quajmë ne, që është leximi, ose duan të shikojnë ndonjë televizor, ndjekin e telenovelat. Edhe telenovelat. Patjetër, edhe telenovelat. Ju bie pak në fakt koha, sa ande është 6 orë para, ju bie pak në koha kur vinë në mëngjes. Edhe kanë kohën këtu ndonjëherë hajnë në mëngjes dhe kanë sytë televizori. E bukur, pra është gjithçka. Domethënë, po vin për shembull ka aktivitete ftoni shqiptar që këndojnë ose bëjnë diçka aty. Ftoni. Po, patjetër. Në të premten e fundit të muajit, ne kemi organizuar festimin ditëlindjeve të muajit. Se kemi mbi 4-5 veta që kanë të njëjtin muaj. Dhe zgjedhim që premtja e fundit, organizojmë kemi disa DJ shqiptar që ne i kontaktojmë ose ndonjë këngëtar shqiptar që dim që kalon Shqipërinë, ka ardhur këthe dhe e kontaktojmë gjithashtu që të marrë pjesë. Ata kërcejnë shumë, e duan muzikën shumë. Elena, ti vetë si erdhe këtu? Si e gjete këtë vend? Unë kam punuar më përpara në fakt. Unë kam eksperiencë 10-11 vjet në punë të këtjellë. E kuptoj. Sepse vërtet duhet shumë eksperiencë, është tjetër. Po, unë kam punuar më përpara në një qendër tjetër të një pronari tjetër, ishte rus në fakt, dhe Pavlina më kishte thënë, kur ishte atakuar që vinin prindrit e saj, Pavlina më kishte thënë që një ditë unë kam qef ta bëj këtë dhe të ludhem nga të mbajmë kontaktet. Sa e bukur, më kishte të kishte do t'i thoja po shqiptarëve. Unë jam shumë krenare dhe më pëlqen shumë kjo që bëj, që punoj me shqiptarët. Ti e shumë e mirë, gjithë që një jote rezaton edhe profesionalizëm, po edhe ëmbëlsi dhe kjo është diçka që duhet, sepse komunikimi është i rëndësishëm. Ti mund t'i japësh atyre gjithë shka, po kur s'di të komunikosh, është një problem. Pavarësisht Rudina detyrës tonë që kemi në përzyra, ne nuk mbyllemi asnjëherë në zyrë. Ne ju japim vëmendjen e duhur, siç e thash, ne shpenzojmë domethënë gati gjithë ditën dhe kur vjen puna në orën 2 ata ikin, shikojmë njëra tjetrën në paketë, themi po dokumenta, duhet të bëjmë edhe punë të tjera. Nga që kalojmë ata, janë shumë të ëmbël. Sa të kap njëri, të kap tjetri, të pyet si mund ta bëj këtë, ose të merr një mendim, ose të po nesër çfarë do bëjmë, ose po sot çfarë është aktiviteti. E kupton domethënë dita kalon aq shumë shpejt këtu, kur e ngre sytë dhe thua ora 1 dhe ata po shërbejnë drekën e pas njësh do iken, është e mrekullueshme. Domethënë unë jam shumë e kënaqur që punoj këtu me moshën e tretë të shqiptarëve. Të uroj punë të mbarë edhe jam shumë e kënaqur që folëm bashkë. Më pëlqeu shumë kjo qendër, e cila edhe pa e treguar ju, e tregon ambienti, ato dy zonjat atje, të cilat menjëherë komunikuan
Gjithçka ka një lloj spontanitet që të është breslënës dhe unë uroj që sa më shumë njerëz ta mësojnë këtë qendër, ta mësojnë ku ndodhet dhe do doja në fakt të dija diçka më shumë për adresën si ty gjejnë, sepse me siguri kështu ndodh tek ne. Me njerëz apo shohin një emision na pyesin, me këtë lidhemi, si të lidhemi sepse ne jemi një dritare diaspore dhe komunikojmë në këtë mënyrë me njerëzit që janë. Faleminderit shumë për mundësinë që na dhatë dhe për kohën tuaj. Ju falenderojmë shumë. Ju urojmë gjithë të mirat. Faleminderit. Unë dua të flas të një emër zoti Reso. Ta falenderoj që më njoh me ju. Punë të mbar. Patjetër. Shkojmë edhe një herë te zoti Reso që po bëhet tani edhe bashkëpunëtor në terren veç të tjerave. Vërtet është e bukur. Ma kishte thënë më përpara po se kisha zgjatur sepse neve na kap politika, ne duam të dimë çfarë bëri Berisha, po listat, po dashsula, po e drama. Po kjo është fatkeqësi realisht të përthith politika në këtë mënyrë. Jeta zhvillohet diku tjetër në gjithë ciklet e saj, me shëndetin e saj, me problemet e saj, me nevojën për komunikim. Kështu që përsëri faleminderit zoti Reso që më dhat mundësinë të shikoj se si është një qendër e bërë për shqiptarët dhe nga shqiptarët. E para është besoj, s'ka tjetër me shqiptar. Nga shqiptar ka një tjetër në Boston. Është në Boston. Po këtu në qytetin, po. Mbase mund të ketë edhe në New York. Po për në Boston jam i sigurt, ajo është ngritur përpara kësaj ka 2 vjet që funksionon. Kurse në këtë qytetin ton kjo është e para shqiptare. Kështu që tani aty ka shumë shqiptar, tek ju ka shumë shqiptar apo jo? Po, në Massachusetts, sidomos në Boston, në këtë qytetin ton në Worcester, edhe në një qytet tjetër në Springfield, një çik më pak, po Worcesteri dhe Bostoni ka 1% të mirë me shqiptar. Bilem në Boston mund të jenë ja 4-5 ose më shumë restorante me pronar shqiptar. Edhe në Worcester ka disa restorante që janë me pronar shqiptar. Edhe restorante të mira, Jo kështu. Dakor, ne e dim që shqiptarët shkëlqejnë kudo, por ata nxitojnë, vrapojnë edhe bëjnë biznese të këtij tipi, restorante, bare. Po sigurisht, janë edhe biznesi që ka dhe shpirtin brenda. Se nuk mendoj që është kaq shumë fitimprurës as është një restorant, aty ka shpirt. Sigurisht. Dhe këto janë të duhurat se parfytroni njerëzit plaken, të gjithë ne do plakemi. Dhe ku shkon? Kjo ka dhe anën, si me thënë, tamam atë anën humanitare, anën shpirtërore, që tamam njerëzit të cilët kanë nevojë në këtë moshë të jenë sa më pranë njëri tjetrit, i krijohen me të vërtet kushte speciale për ta kaluar ato ditët e fundit, domethënë të jetës tyre në mënyrë sa më të mirë. Në një mënyrë siç ka kaluar rinin, siç ka kaluar të gjitha ciklet, domethënë me njerëz të tjerë. Se këtë të bën pamundësia që e moshës që të largon edhe për pamundësi fizike, por edhe është e vështirë në një vend të huaj. Unë këtë thash në fillim, prindët e mi u larguan nga Vlora dhe Tirana nuk i ngjiti kur. Mund të jetonin më mirë po të ishin në Vlorë, në kuptimin jo financiar, po në kuptimin e mirëqenies mendore. Sigurisht. Sigur se ty të mungon vendi yt. Ndërsa në një vend të tillë, siç ju jeni bashkë me njëri tjetrin, ndihet që shi sa bukur ishte skulpturë, në mëngjes, kafe, dreka, ato ushqime shqiptare. Ju shkoni në këtë qendër apo njëni të zonë? Jo, unë nuk shkoj ti Rodina, sepse unë shkoj tek Ivoni 2 herë në ditë, se Ivoni është në nursing home, se ajo ka nevojë për shërbim të specializuar. Kështu që unë nuk kam mundësi, shkoj tek ajo në para dreke, shkoj dhe në darkë përsëri. Kështu që mësë ndaj, ka qenë dhe një gjë tjetër që unë kam pas mundësi, dhe më thënë, të lëviz në mënyrë të pamvarur, me mjet, me kështu. Kështu që deri tani, po me siguri edhe mu mund të më lindi nevoja, që të vik të bashkohem me ta. Vazhdo në Amerikë, është më natyrale se sa në Shqipëri. Ka filluar në Shqipëri, po më pak. Fakti që në një farë moshe ti largohesh nga shtëpia jote dhe shkon në shtëpitë e të moshuarve. Është më normale aty. Po.
Unë uroj që të na kenë parë njerëzit të cilët e kanë një ide dhe duke na parë neve e kopjojnë ose e rikrijojnë dhe e çojnë në Shqipëri. Jo, neve për të kopjuar jemi të veçantë, po kopjojmë gjëra tjera, jo të mirat. Faleminderit shumë. Ka diçka? Po, një nga klientët tanë, që quhet Dalip, ka bërë një poezi. Ai e pëlqen shumë të shkruaj dhe ka përkthyer shumë libra në fakt dhe ka dëshirë që ta recitojë. Është shumë e shkurtër, po është për qendrën tonë Shqiponia dhe kemi shumë dëshirë. Me shumë kënaqësi. Ne e lamë në spontane njërin me ju, kështu që çfarë të doni. Faleminderit. Zoti Resa, unë po të përshëndes dhe përqafoj. Faleminderit. Mirëardhje në Tiranë. Faleminderit. Në dhatë këte mundësi edhe do shikohemi së shpejti. Mirë se ju gjej, zoti Dalip, si jeni? Faleminderit, si jeni ju? Faleminderit. Ju keni qenë mësues dikur? Kenë mësues historie edhe gjeografie në gjimnazin e Laçit. Në gjimnazin e Laçit. Dhe pastaj ju ikët nga Laçi dhe shkuat në Amerikë? Po. Keni kohë aty? Unë këtu kam një 23 vjetë. Sa bukur që keni bërë vetë një poezi apo e keni përkthyer? Jo, vetë, jemi shumë të kënaqur nga kjo qendra që e frekuentojmë. Kështu qendra shka kudo, më duke se edhe në Shqipëri janë krijuar. Kjo është gjë e mirë, por veçanërisht këtu punohet shumë mirë. Edhe nga kënaqësia madhe më doli kjo vjefsh, do më thënë, shoqërore për të nda këtë kënaqësinë time me tjerët. Me kënaqësi. Më falë, këtu përveç të tjerave kemi dhe një sër librash. Aty e kemi dhe atë të ujën që e kemi lexuar. Kë keni lexuar në? Atë të dua për sfond. Sa e bukur, vërtet? Po për nder, po, ja, aty e kisha bile, po, erdha me ngutë, se po bonim gjimnastikë. Sa e bukur, sa e bukur. Edhe ju përgëzoj, poezi, tregime, edhe intervista. Po. Sidomos, për intervista ju, gjithmonë i keni qarë, që kur kërkjen atje. Faleminderit shumë. Atë lirë për unë e kam bërë. A i libër s'është në Shqipëri, a që ka në Amerikë. Kjo është. Faleminderit shumë. Po, libri ju e dini, ku do hapet? Ku do? Është në Amerikë dhe është në qendrën tonë. Është marrë nga biblioteka e Usterit, e qytetit Usterit. Sa e bukur. Sa e bukur. E po me siguri këtu është dora e Rezit. Sa e bukur. Poezia e, poezia. Po. Jam gati. Gati. Gati regjia. Unë me këte ju drejtojmë shqiptarëve. Shqiptarëve të cilët sa më shumë duhet të vinë, të shohin dhe pastaj të vendosin në të vinë apo jo. Mirë se vini, o të moshuar shqiptarë, ju burra dhe ju zonja, ejani këtu sa më parë te qendra jonë Shqiponja. Këtu ju do të gjeni një ambient fantastik. Të respektuar do të jeni nga stafi ynë simpatik. Ejani pra, mos ngurroni, hidhni te çdo dyshim, me sytë tuaj ta shikoni si jeta e juaj do marrë kuptim. Kemi programe të posaçme, kushtuar moshës suaj, jeta bëhet e rehatshme, pa i lodhur të afërmit tuaj. Kjo ishte. Sa e bukur. Nuk e di si mund të gjej, është e kotë kur bënë reklam edhe gjenë slogane pa shpirt. Kjo është reklama më e mirë që mund t'i bëhet një qendra me poezi. Faleminderit. Faleminderit. Ju lumë të dora edhe mendja? Faleminderit. Unë gëzohem shumë për ju që vazhdoni programin, është shumë tërheqës dhe ju uroj sukseset më të shme.
Unë me siguri një ditë do lëm të flasim bashkë, do më thënë, si që po flas tani me ju, do doja të flisja me të gjithë ju, të bëjmë një takim dhe kuj djetë, flasim dhe për atë librin tim aty të dua për sfond, që është aty brenda. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit të gjithëve, faleminderit zotit Tereso, faleminderit Elenës. Faleminderit. Ditën e mirë. Elenës, faleminderit të gjithëve. Faleminderit zonës Pavlina, të gjithë që më... Ja, Elena, të përshëndetemi atëre. Të përshëndetemi, jemi aty për të përshëndetur se më la një shie shumë të mirë këtë takim dhe i premtova, do doja ta flisim bashkë në fakt për këtë fakt, që një ditë të kryem një mundësi që të flasim me Skype me të gjithë. Base një ditë dhe flasim për ndonjë libër, flasim për ndonjë qytet ku unë kam qenë, për ndonjë gatim që ata duan të na tregojnë. Kam shumë dëshirë të komunikoj me ta një ditë, kështu që do lëm edhe një ditë tjetër. Më pëlqen shumë të flas me ju. Më dhatë shumë, më dhatë gëzime dhe një ndjenjë shumë të mirë. Ndjeva diçka shumë të mirë duke komunikuar me ju. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu, një ditë të mbarë. Ishim në një regjistrim thellësisht, krejtësisht spontan. Ullu ngriu, kalo Skype-in, kalo kameran, ishte shumë bukur e gjitha. Ishte shumë bukur e gjitha. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte një këshill e zotit Tereso për të më thënë të tregoj si është një shtëpi ditore për të moshuarit. Në fakt, në Shqipëri ka shtëpi, ka vende ku ata shkojnë. Unë ndjej këtë gjë në shumë prej tyre, një lloj qetësie të madhe, një heshtje të madhe, një lloj trishtimi të madh. Edhe më tremb kjo gjë. Dhe është e padrejtë, është realisht e padrejtë. Duhet të ketë më shumë gëzim, në shtëpi të tilla. Me të njëjtin gëzim që shkohet në një kopsh ditor fëmijë, shkohet ata bërtasen ulërinj dhe ne u qeshim, në të njëjtën mënyrë duhet të ketë në shtëpitë ditore të moshuarve, të ketë muzikë. Ju falenderoj që na sugjeroni tema dhe vende për të njohur ju që jeni në diasporë. Ne jemi një dritare fort komunikimi me ju, që jemi hapur pikërisht për këtë arsye, se shumë prej jush nuk jeni këtu, jeni atje dhe keni marrë me vete edhe dashurinë për vendin. Madje keni marrë me vete kaq shumë dashuri sa nuk di. Kur ju takoj dhe kur ju përshëndes, e ndjej fort. Regjistrohu tek Dritare dhe Rudina Xhunga, 2 kanale të bëra për të komunikuar. Faleminderit.